Ok, konfigurimin e access pointit, domethënë wireless access pointit. Ne mësuam çka është IP-a, çka është default gateway, ç'është është NAT-i, disa pajisje të rrjetës, tash do shohim edhe konfigurimi i wireless access pointit. Emri i këtij slide është konfigurimi i një access pointi, po ne kam marrë 4 që mund të kuptu saktësisht se ç'është bëhet konfigurim, pa marrë parasysh prodhuesi. Ok, kemi modemin, ISP që është për shembull në provideri kujtesa, posta, çfarë do të qoftë, edhe dalin internet përmes tij. Atë NAT-i aplikohet çto. NAT çfarë bëj këta? E konverton IP-n private në ato publike. Domthonë një range të IP-a private, një network, veç me një IP publike. Kjo është për me kursy IP ato për me fshih rrjetet e brendshme, që lidhet në van portin, kemi portet 1, 2, 3, 4, si sfet që punojnë. Jo kompjuterat lidhet, pastaj kemi një tablet, një laptop, një telefon, që në tjetë me wireless, i cili merr ka një range, për shembull 192 168 hare pik 10 pik 0/24, këtu i mësum që janë /24, cilin dalin me një IP reale apo IP publike, internet, ISP-a edhe direkt internet. Tash do shohim se ç'është bëhet konfigurimi. Van porti, në thuajse në çdo access point është internet, njihet internet ose WAN, Wide Area Network, ndërsa kjo pjesa ka LAN dhe wirelessi njihen si LAN. Tash do shohim edhe konfigurimin e secilës. Ok, edhe të hapim Internet Explorer. Ok, faqja e këtij tipit. Unë nuk kam marrë routera real që më mund të punu me konfiguru saktësisht, por kam marrë disa që janë simulator që ofron nga vetë prodhuesi, që kjo është një lloj topolliki. Cili model është ky TLWR940N/TL, edhe modeli tjetër. Ok, kur të logoni fillimisht, veç edhe një sekond këtu, kur ta lidhni wirelessin, ka pjesa e LAN-it, fillimisht do të më lidh kompjuterin. Edhe kjo automatikisht është i konfiguruar në DHCP, që të jap një IP dhe një subnet mask ka LAN-i, domthonë me kabel, ju ka vani, ka LAN-i. Edhe mundi mu qas aty direkt ve faqe nëse shuni për shembull IP 192.168.1.1 ose çfarë do të qoftë IP-a, ju lyp username-in, passwordin, zakonisht janë admin pa password, admin 1234, admin, root 1234, passwordi është admin user nuk ka. Këto zakonisht po shpesh heri mundi mi kontrollu në manualin që vjen me access pointin. Ok, hajde fillojmë të polling. Këtu tham që në WAN network, qëre ku kena WAN connection type, po pyet dynamic IP ose static IP. Kjo varet nga ISP-ja se çka ofron. Disa ofrojnë IP statike, disa me DHCP. Dynamic është me DHCP. Por çdo send që nuk e kuptoni, i keni në anën e majt ku mundi mu referua me kuptu se sakt njëna dhe tjetra çka bën. Për shembull, këto providera tonë në Kosovë kanë IP në DHCP e merr, detektor vjen IP-n, veç po thotë që kablla e në WAN portin është nuk është e vendosur. Shkojmë static IP e vendos IP-n për shembull nëse ki IP reale 8.5. çfarë do të qoftë, subnet maskën, default gateway, DNS-at i vendos gjithashtu. Te dynamic IP mundi nëse merr IP-n në subnet maskën në default gateway automatikisht, domthonë me DHCP, ju mundi manualisht mi vendos DNS-at që dëshironi, edhe hostname-in që ka me kon. Pasi t'ja bëni save, të ndryshoni, shkon te LAN-i, LAN-i ka pjesa e brendshme, e keni IP-n e routerit që ka me kon ose me kon default gateway, kompjuterat që qasen përmes të wirelessit, subnet maskën apo do plas C, B ose A, ose në other mask tjetër që dojna për shembull të subnetimi nëse ndërni në 2. Këtu tjerat nuk keni nevojë me nguc, veç senet elementare mi konfiguru save, pra konfigurohet. Domthonë WAN-i u konfiguru, LAN-i u konfiguru, edhe klientat që lidhen përmes kablit, domthonë ato 4 switch porte që janë 1, 2, 3, 4, mundën me dalë internet pa problem. Pastaj mundi me shku te wireless settings, wireless hostname apo SSID ndryshe. Kjo është emri që shfaqet wirelessi që shohin tjerët. Regionin mundi me zgjedh çfarë don, hajde të zgjedh Albania. Modin mundi me lexuar në internet me çfarë ç'është B-ja, G-ja, N-ja, çka bën njëra, çka bën tjetra. Channel width, këto e lën automatikisht, channel llojin e kanalit,
e bën njonin cëllin don, zakonisht të gjarë defaulti. Është mirë mu kontrollu në rrethin tonë, në tek me që i afër ose një kat manal nëse i banis ose banisën tjetër afër, me kontrollu se çfarë kanalli kanë. Kjo ish du me shku +5. Nëse ata e kanë 3, ju dojnë me shku 3 + 5 8, unë me vendos 8, 9, 10 ose këta tjetë, që mos me pas interferent njoni me tjetërin. Max TX rate s'keni nevojë me ndru, save, the wireless security, e zgjedh, kjo është ma e sigurt se sa webi. Pre-shared key, AES të kip, cëndët që zedhën është siguria, thuj se e njajt, edhe wireless passwordi që po dom për shembull IT shqip, password, edhe me këtë password qasen ata në klientat qasen për mes ti wirelessit. Tjetër diçka që mundi me pas ndryshime është te DCP-a, është enable, i jap IP-n, cila ku fillon dhe ku pra mbaron, sa IP-a po don, default gateway, ndërsa DNS-at nuk i specifikon hiç. Kur te konfiguroni një wireless router, në gjithë qysh duhet me specifiku edhe DNS-at. Zakonisht vendoset IP-a e routerit, që për shembull 92168.0.1, që pam që është te network LAN-i, ose IP-a te ISP tonë që e përdoret direkt ata. Tjetër security, këtu nuk ka nevojë asnjëna më ndru, system tools, tek passwordi, old username, old password, new username, new password, e konfirmoni 2 herë për me ndru, për shembull është admin, e bën admin dhe një password ja vendosti, ose emnin IT shqip, ose çfarë do emni që qoftë, që nëse provon dikush mu lidhet me qyr passwordin që është i konfiguruar, mos me kanë direkt default passwordat admin që mujt me hi me kontrollu. Tjetër diçka nuk ka, mundi edhe me quick setup me bë me wizard, apo wizardi vjen magjistar. Për shembull WAN connection e ki autodetect ose me DHCP, do më wirelessin, që ku e keni këtu wirelessin, e keni SSID që ato të njëjta që i konfigurum, next, edhe finish, edhe ruhet konfiguracioni. Te statusi mundi me pas se a ka marrë në WAN IP ajo, që me këshyra është në rregull ajo, që kjo është sa i përket të linkut. Kryesoret është te network WAN, me zgjedhë çfarë ISP-a që shtofron IP statike, point to point over Ethernet ose IP dinamike, DNS-at mi vendos gjithçysh. Tek LAN-i nuk keni nevojë me ngusë, është që IP-a vjen default, DHCP mos harroni me vendos të DNS-at që kur t'ju lëshon klienta DHCP, marrin TCP IP konfiguracion përmes DHCP-s, të mundën ta keni edhe DNS-in ju ta konfiguroni manualisht ato. Tek wirelessi, SSID-n, wireless security, passwordi që doni mu qas, edhe mos harroni me ndru passwordin e qasjes për konfigurim në wireless access point. Kjo ka të bëjë me TP-Link. Hajde të shohim një tjetër e ku marr TrendNet. Edhe kjo që përshihet është që kjo model të EW432BRP, mund konfigurimi logjika me thonë është e njëjtë, që ato që të mësoni nuk keni me pas problem, për shembull në WAN, që aty ke DHCP ose fix IP, nëse është DHCP e leni këto, nëse është IP fix në që ta specifikon vetë provideri e leni këto, për shembull ta tonë të kanë DHCP ISP lokal që i kina Kosovë, DNS-at i specifikon, apply, kur gjë ma shumë, LAN DHCP server, emrin e hostit, IP-a routerit, subnet maska, edhe DHCP me aktivizu e ki prej 100 dhe 199 zakonisht është kjo, lazy time nëse ja lëshon IP-n klientit, sa ko mundet me marrë IP-n edhe mos me kërku asë njëherë prej DHCP-s. Nëse mundi me lonë një orë, për shembull, nëse ka frekuentim ma të shpesht klientat i qasën wireless, ose UMV, nëmë për një javë mas shumëti. Që i shihen klientat që janë qasën, IP-n që e ka marrë, ma ka adresën edhe kur kam ju s'ka du që kjo lazy time. Tjetër, passwordi, kjo është për login, për konfigurim. Passwordi i ri, për administrator, për user, passwordi i ri. Dy ato në mi ndryshu, apply kur gjë tjetër. Tek wireless edhe këtu e keni SSID në ndrën e emnin, kanalin që po donit, me kon +5 nëse është dika offer në wireless tjetër. SSID broadcast do me kon enable, broadcast do me kon që mu shpërnda SSID-a. Nëse bën disable, atë nuk e sheh askush, veç do me konfiguru manualisht, me shku add new network, SSID mi ashujt ato passwordin në wirelessit. Security, VPA2, pre-shared key e konfirmoni 2 herë passphrase, do me kon passwordi që është, edhe poshtë e konfiguron të njëjtin apply. Advanced, nuk ka kurgjë, management, nuk ka kurgjë, tools, me startu, wizard,
Nëse doni përmes wizardit me konfiguru që përmena më herët, kjo është për ata që nuk kanë shumë njohuri. Next, e zgjedh LAN-in, e zgjedh internet connection apo .DHCP apo IP statike, wireless LAN-in, informata për shembull SSID-n, passwordin shon, e restartohet dhe rregullohet. Tjetër edhe te kjo nuk ka diçka më kryesore, është WAN-in me zgjedh çfarë po don, e shah po me IP DNS-at mos një haru, LAN-in, wirelessin, SSID-n edhe passwordin. Tjetër diçka s'ka. Le të vazhdojmë te kjo tjetra, te link sysi tash. Okej, te link sysi dhe këtu prap ka të bëj internet WAN, varësisht për provider për prodhuesit pajisjes që quhet. Për shembull te internetit pyet apo do DHCP a static IP. Për shembull static IP. Nuk është ka hapën, as nuk hap. IP-n për shembull 192.168.15 pikë diçka, subnet maskën default gateway edhe DNS-at. Nëse doni DHCP e lëni DHCP. Tek network setup është IP-ja routeri që ka mu qas klientat, subnet maskën çfarë po dojmë. DHCP server me kanë enable. Pik kushit me fillu për shembull pin 100 që deri 50, edhe IP-ja e mbrojnë që mundet më jap është 151, ndërsa e para 100. DNS-at që jepen përmi DHCP-s, time zone-ën e zgjidhni +1 për shembull. Ka +1 këto po që që ekziston edhe Kosova. Pastaj çka ka të bëj këto është wirelessi. Tek wirelessi si çdo wireless access point tjetër ta lyp SSID-n link switch për shembull, ja lën një emër çfarë don, kanalin çfarë po don, apo do me kon broadcast ajo, save settings, tek wireless security e vendos passwordin për shembull VPA2 personal, ju enterprise i lyp me përdor radios, që radios serverin, ndërsa VPA2 personal e shumë passwordin, save settings, kur gjë tjetër. Tek security firewalls keni nevojë të administration shkoni gjithçysh, edhe rregulloni passwordin e routerit për me hi me konfiguru, apo DHCP, HTTPS, wireless web access, unë me bo disable që mos wirelessit, as push mos me mujt mu lidh edhe me bo ndryshime në wireless access pointin. Tjetër diçka nuk ka. Edhe këtu kryesorit kënë internetin çfarë ki, IP-n e LAN-it, DHCP me konfiguru që me kon funksional dhe DNS-at me kon gjithçysh, tek wirelessi SSID-n edhe passwordin. Edhe të marrim edhe çdo të fundit, këtë e kom marrë për një arsye, edhe ajo është wireless settings i kemi dy mundësi. Njona përdor 5 GHz, ndërsa tjetra përdor 2.4 GHz. Ta varësisht se cilën dëshiron me përdor, që ato e zgjedh e konfiguron. Tjetër për shembull se 5 GHz nuk na duhet, e bën disable, këto e bën enable dhe konfiguron SSID-n, passwordin, pastaj basic settings. Ok, që ka që internet IP adres, nëse do me marrë automatikisht përmes DHCP-s ose statike me vendos, DNS-at me vendos, tjetër s'ka të bëj, të shohim edhe DHCP-ja ku është. Advanced wireless settings. Ok, që ku është LAN IP setup. Vendos një IP-n e LAN-it, subnet maskën, repsin e nevoj me prej kurgjo, nëse pyet diçka, edhe use router as DHCP server, do me përdor routerin se DHCP server, se do është IP-ja që starton pej dyshit dhe 180 ose dhe 20 ose çfarë do. Pse arsyeja është pej dyshit, sepse 100 e ka vetë routeri edhe mos më shkaktu konflikt, edhe kompjuterat që e marrin e shenin këtu. Domethënë nuk ka diçka rocket science, e vetmja është WAN-i me konfiguru, i ISP-ja që është jap IP DHCP përmes DHCP-s ose statike, LAN-in me konfiguru DHCP-n me lëshu automatik IP-ja, wirelessin, SSID-n edhe passwordin. Nuk ka diçka tjetër, edhe besoj që është dashur me funksion gjithë. I gjithë konfiguracion.